Dhe kjo është pjesë e njëjtit puzzle. Po. Pra ky kërcënimi që po ta bëjnë ndërkombëtare edhe unë. Pjesa e njëjtit puzzle është, ky është pjesa e njëjtit puzzle. Në këtë kontekst pra i bie kështu i kalon vetë kapën ata italianë. Po sepse në të kundërt nuk ishte pse ti vënte në vit parë. Vija parë është gjithmonë vija ku ti mund të kapesh më kollaj. Dhe mënyra për të dhënë një mesazh është ti kapësh ata zotëritin. Dhe vetëm në këtë kontekst gjithë pjesët e puzzle-it shkojnë në vend. Pse? Sepse vetëm gjë që kanë prodhuar protesta, ato 8 protesta kombëtare, vetëm gjë që kanë prodhuar janë imazhet e dhunës. Mas gjë tjetër, më thoni vetëm imazhet e flakandanëve, imazhet e Molotovit, imazhet e fishek zjarreve. Nuk është që kanë prodhuar në gjë në kontekstin kombëtar, asgjë. Po nuk ka asnjë reagim nga opinioni nuk u shtua në radhë protestuese, përkundër zvogëlua. Dhe i vetmja gjë që ti prodhon, ti të bësh 8 herë një protestë kombëtare për të prodhuar gjithmonë goditje me Molotov, ka vetëm një qëllim. Po, ka dhe fjalin, pati jehon ndërkombëtare, thotë. Sepse ky është qëllimi. Qëllimi është të provojmë që ne kemi një opozitë që është e gatshme të jetë e dhunshme, për sa kohë mbetet e papërfillur ndërkombëtarisht. Dhe këtu merr sens dhe letra e Joridës pastaj. Dhe këtu pastaj gjitha pjesët e puzzle-it shkojnë në vend. Na thoshte një pedagog, sigurisht në kuadrin e shakas, thoshte në klasë duhet marrësh mend. O për mirë, o për keq. O rreshti parë, rreshti fundit, thoshte unë. O për mirë, o për keq. O rreshti parë, dhe jeta o rreshti fundit. Tani nëse Berisha thotë që pati lajm ndërkombëtar, po a për mirë, a për keq pastaj se si këtë pastaj mbledhet për të pati jehon ndërkombëtare. Tani kush është interesi të ketë jehon ndërkombëtare apo të ketë një vëmendje ndërkombëtare për të ulur dhe për të shqyrtuar çfarë e bën opozitën që të protestojë dhunshëm. Kjo besoj që nuk ka shkuar këtë ndërkombëtarët të dinë. Po se përndryshe nuk do reagoni si që reaguan 2 ditë pas protestës. Dhe kur reaguan ndërkombëtarët me raporte, me komunikime të jo, dje që 2 ditë pas protestës. Pra nuk ishte thjesht ndaj sulmit Gonzalës. U diskreditua përfaqësuesi i tyre këtu. Dhe ju mendoni që Bashkimi Evropian nuk e di se kë ka sjellë këtu? Sigurisht. Ju mendoni që institucionet europiane lejojnë që njerëzit e tyre të nëpërkëmben, nuk nëpërkëmbet ai zotëria. Ai është një individ, ka një emër dhe sa të loj postin nuk e njeh njëri më. Ikën punë vet. Është zyra, është përfaqësia. Ti kur flet se ai informacionin nëse e ka marrë këtu, nuk e ka çuar në shtëpi, e ka çuar nëpër institucione. E institucionet kanë edhe burime të tjera të cilët i kryqëzojnë. E ti nuk mund dalësh se kundër Anglisë je, kundër Amerikës je. Do apo s'do, nënkratat nuk janë heqë dhe ti i ke këtë marrëdhënie. Ti bëhesh dhe kundër Europës, unë veç zote e di si ku do me shku. Ta bëj dhe kundër argumentin asaj që thash? 30 sekonda. Qa do ndodhte nëse ti do kishe një opozitë normale që shkon dhe diskuton normalisht me pozitën? S'binde në sy. Jo, do krijoheshin faktorë të tjerë komunikimi brenda opozitës. Do Sali Berisha do kalonte në plan dytë si personi që nuk përfillet, po do krijoj Jorida etj. Okej. Sali Berisha është Frau tabaku, po. Po Sali Berisha këtë nuk mund të lejoj. Dhe prandaj opozita është në të gjendjen e dhunshme, se duke qenë e dhunshme ka vetëm një kanal komunikimi që është Sali Berisha. Nuk jam shumë i sigurt për këtë. Nuk jam shumë i sigurt. Po pa ikse vjen duke në përkëtimin. Vizioni do të thonë që mund njihet si më i shkurtër është 5 vjeçar. Dhe të tjerët fillojnë pastaj me 5, 10, 15 deri në 30 që ka një shtet, ka një institucion dhe ka një organizat. Tani nëse ne ecim me vizion 3 mujor, pastaj pa e çet vetë, kështu e ka doktori. Po, tani unë mendoj që zoti Berisha e para ka bërë një gafë të madhe me sulmin ndaj Gonçatos, pavarësisht se mund të jetë ai qëllimi që thoni juve. Po ka bërë një gafë të madhe sepse ti e pare punës nuk po sulmon një individ, çfarë do kush do paraqitet. Me këto që ka përballë, ka përshtypjen që mund. Kjo është çështja. Zoti Rama mund të mbahet me këtë kontrast që krijon. Pra unë jam stabiliteti, rendi, ndërsa këta pakica e dhunshme që organizon zoti Berisha mund të thotë janë destabilizuesit kundër integrimit, kundër fatit historik dhe ëndrrës shqiptarëve, etj, ka narrativën gati. Dhe e fiton këtë narrativ pa u lodhur fare. Fare, duhet në shtëpi. Dhe kjo është çështja. Në gjatë ka një aleat, zoti Berisha, gjykata. Po, gjykatat në një farë mënyre, sidomos në demokracitë e brendshme, e brishta doja të thoja, është pushteti i cili luan dhe rolin e gardianit ose terroritarit demokracisë. Sepse për aq kohë sa ka të bëjë me drejtat e njerëzit, ka të bëjë me kontrollin e zbatimit të ligjshmërisë, qoftë kjo edhe nga organizatat politike, si nga të gjitha strukturat e tjera. Në këtë moment, nëse gjykatat tregojnë të dobta përballë presionit politik
nga kushdo qoftë ai, atëherë gjykatat kanë dëmtuar në vetvete demokracinë me mungesën e seriozitetit vetë. Nuk është çështja thjesht vetëm që dhe kjo është i lirimit të disa delekuentëve të cilët paguhen apo përdoren atje si mercenar, ndoshta për bukën e gojës, për të sulmuar policinë dhe për të dhënë imazhin e destabilitetit të Shqipërisë, siç do Berisha ta përcjell ndërkombëtarisht, që të bëhet faktor. Por nëse na futen këtu dhe element të huaj, siç kemi rastin dhe urojnë mos jetë i tillë, atëherë Shqipëria jo vetëm që rrezikohet demokracia, që është luks ta kërkosh pastaj në moment kur rrezikohet rendi dhe siguria publike e qytetarit, por edhe siguria rajonale. Sepse nëse do të futet në element të huaj në Shqipëri, mendoj që pastaj situata bëhet shumë e serioze. Dhe unë mendoj që dhe vi këtu tek ajo që thot Rezi, që po mund të jetë edhe dekonspirimi i brendshëm i përdorimit të këtyre tre elementëve të huaj si skenari mundshëm. Pse? Ose si hipotezë, Klement. Pse? Sepse Berisha këtë do të çojë sa më lart, domethënë, atë që thotë Faiku Jehon, që të bëhet Jehona, pa Jehona nuk dëgjohesh dot Faik. Ai do ndërtoj Jehonën një herë, të dalë tym zjarr flak, që të krijohet ide e frikës dhe pastaj të vi këtu dhe të bëhet faktor. Ai gjitha këto i bën Jehona vetëm ai Jehon pas 2 ditësh ishte goditja që morën nga gjithë ambasadorët e BE-s. Po pra ai mendon edhe për atë është mirë, dhe pra fakti që ata u morën me këtë. Jehon e ndërton një Berishi 2022-2023, jo i 90 ose Berishës i ka ecur në 35 vite ka ecur Faik. Po e them, kur kemi qenë në vitin 2000 kemi thënë nuk është në 97, kur kemi qenë në 2010 kemi thënë, në 2011 kemi thënë se është 2003. I ka ecur Berishës dhe kur e kritikojnë Koli, Sokol, dhe kur e kritikojnë, ai është prapë është i kënaqur sepse e konsiderojnë. E përmendin. Ai e do të. Por kjo do të thotë që ai në mënyrë të shkallëzuar nuk do heqë dorë dhe do të vazhdojë deri ditën që edhe metoda do të ndryshojë dhe të tjera do t'i bëj derisa ta bëjë që ata të ulen dhe ata konsiderojnë faktor. Sidomos do ndryshojë situata pasi të marrë të japi vetes legitimitet. Europa me këtë komunikim, me këtë gjuhë komunikimi dhe me këtë sjellje politike do ta konsiderojë faktor. Ka konsideruar dhe më parë. Si nuk e di pa. Të ndez Molotovët në parlament brenda. Fare. Edhe erdhën ata par vjet. Erdhën par vjet, i morën i ulën aty, thanë uluni bëni etj. Ora nuk ndryshon Europa për Berishën, do ndryshojë Berisha për Europa. Ata shqiperit, ata me Kalisterin, ata me Kalisterin janë. Ka thënë dhe për Berishën dhe për Ramën politika shqiptare suksesin e ka te konflikti. Patjetër. Po nuk ndryshon. Megjithatë, ndryshimi i madh është që po i afrohemi shumë Europës. Dakor. Fal, megjithatë, edhe në qoftë ky skenar, pra skenari të ulurit në tavolinë me anë të mjeteve të dhunshme, si më thënë, për dhënë këto sinjalet që kjo është vetëm një pjesë që keni parë, mund të bëhet më shumë. Edhe në këtë rast, prap llogarit politike të paktën, ti do i bësh me popullin. Popullin e ke larg, popullin e ke shumë larg. Dhe nuk afrohet historia. Dhe nuk afrohet kështu. Jo, nuk e ka objektiv fitore. Nuk e ka objektiv. Se ka. As mbajtjen e partisë nuk mund ta mbash kështu. E ka personale pafundësisht. E mban partisë një person, ka një problem. Ka një problem. Unë nuk e besoja Salani kur thoshte ai nuk ka Afgan se ka frikë nga vota e brendshme, me thënë vërtetën. Si u sol me zonën me re, me orez, me thonë vërtetën. Vete zgjollën, vete solën, dhe në fund fare është personi që mund t'japi fund në mënyrë komike historisë Sali Berishës PD, nëse gjykatat do dinë të lexojnë ligjin. Këtu kam dyshimu pastaj te gjykata. Edhe nëse nuk do në një faktor madhor aleati i Berishës që të prishë gjykatën. Dëgjoj, që gjykata. Se asnjëri për ju nuk e bëri. Gjithë ju tha do Berisha kur ishit brenda PD, do ta çojmë për këtë, do ta çojmë për Zonja Mereme. Asnjëri nga ne nuk e bënte dot. Zonja Mereme shkoi në gjykatë dhe bëri gjën më të thjeshtë dhe më të gjikshme të mundshme. Do ta japun produktin sot zonjës Mereme. Po. Gjykata nuk do të legjitimoj. Kë? Fare për ngritjen e asaj kërkese. Zonja Mereme? Po. Ora nuk kam dyshim te gjykatat. Jo, ligjërisht flasim. Pse s'ka drejt? Sepse ka ca, ligji jon i famshëm për partitë politike dhe praktika e gjykatës tonë, ka ca kleçka të cilat ti i ketë vështira ti janë shkalosh. Megjithatë, a ja ka njohur gjykata ndryshime statutore? Po. Nuk legjitimohet Meremja, mos zoti i dashur.
Meremja nuk legjitimohet, sepse për të legjitimuar për të ngritur një padi gjykat, duhet të jesh një nga emrat e renditur në listën e depozituar në gjykat. Nëse ti nuk je një nga ata emra, gjykata nuk legjitimon dot. Po si e për votë të antar Si ka qenë primare. Po tash si doni ju. Unë merrem me këtë punë. Rezi, ishte primare. Unë po flas sa thot ligji o zotëri dashur, po të merrem me parime. Megjithatë, ne parlamentori ka gjitha gjykatat, provoj më larg se sot. E provoj edhe në gjykatën e apelit, e provoj edhe QKO që la i ri. Ai thot gjykata e Karamës. Lirmetën jashtë ai tash. Doktori thot gjykata e Karamës. Po ta nxjerrë ligjin. Po sepse mirë, ligji, okej. Ligji nuk e nxjerr Lirmetën, qofse tu flasim a e nxjerr Berisha apo jo. Për ligjin Berisha nuk e nxjerr dot. Berisha nuk e nxjerr, se Berisha nuk mund të ketë rival në opozitë ti zotëri dashur. Zoti Balla, Berisha thot gjykatat i kontrollon Rama. Nëse gjykatat ja japin nuk ja japin Meremës, po japin Berishës, Rama ja ka dhënë Berishës. Sipas Berishës. Edhe për këtë fajin e ke dyra, edhe për vetë. Faleminderit Beko, faleminderit Klementin, faleminderit Bezar Knesi, ty kishe si më program. Bashkë shihemi në orë 10 me sondazhin e zërit shqiptarëve, ku sigurisht ngjarja e Durrësit, ku humbën jetën tragjikisht 2 fëmijë, pikërisht edhe çështja e paraburgimeve është një temë për cilën kemi pyetur, por kemi pyetur edhe për Berishën. Sigurisht në mënyrën tonë. Shihemi bashkë në orë 10.